Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se NATO mund të përballet me pasoja serioze në të ardhmen nëse aleatët e saj nuk ndihmojnë në garantimin e sigurisë në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka kërkuar disa vendeve që preken drejt për drejt nga bllokimi i kësaj ngushtice të dërgojnë anije luftarake për të mbrojtur kalimin e lirë të anijeve. Unë kërkoj që këto vende të vijnë dhe të mbrojnë territorin e tyre sepse është vendi nga i cili ata marrin energjinë e tyre, deklaroi Trump. Ndërkohë, vendet e Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë për hapat e mundshëm që mund të ndërmarrin për të mbështetur sigurinë në këtë zonë strategjike. Shefja e politikës së jashtme të BE-s Kaja Kallas u shpreh se mbajtja e hapur e ngushticës së Hormuzit është në interes të Europës dhe se po shërtohen opsionet për një përgjigje të përbashkët evropiane. Megjithatë, disa vende partnere kanë treguar hezitim. Japonia dhe Australia kanë deklaruar se nuk planifikojnë të ndërmarrin misione shoqëruese në rajon, ndërsa Kina ka njoftuar se po zhvillon bisedime me Shtetet e Bashkuara lidhur me një vizitë të mundshme të Trump, e cila mund të shtyhet për shkak të tensioneve në lindjen e mesme, duke bërë gjithashtu thirrje për deskalim të situatës. Në terren, përplasjet e sulmet kanë vazhduar. Pamjet nga Teherani treguan shtollunga të mëdha tymi mbi qytete pas goditjeve të fundit. Në Tel Aviv, kamerat e sigurisë filmuan momentin kur një dron iranian goditi një rrugë në qendër të qytetit. Një tjetër sulm raportua dhe në Dubai, ku një dron iranian shënjestroi aeroportin ndërkombëtar. Nga ky incident nuk pati të plagosur, por droni goditi një rezervuar karburanti, duke detyruar pezullimin e përkohshëm të fluturimeve. Sulme me drone u raportuan edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku një zjarr i madh përfshiu një zonë industriale të naftës, duke detyruar pezullimin e operacioneve të ngarkimit të karburantit në port, një nga portet më të rëndësishme të rajonit. Ndërkohë, ushtria izraelite ka njoftuar zgjerim të operacioneve në Liban me sulme toksore që shënjestronin grupin militant Hezbollah. Sipas forcave mbrojtëse të Izraelit, para hyrjes së trupave në zonë kanë kryer sulme ajrore dhe artilleri ndaj disa objekteve për të neutralizuar kërcënimet.